2 ditë pasi ekspertët nisën punën për zbatimin e opinioneve të Komisionit të Venecias për reformën në drejtësi, procesi është bllokuar. Sikurse kishte paralajmëruar Partia Demokratike, nuk u bë pjesë e mbledhjes duke kërkuar rrëzimin e propozimit që emërimet në institucionet kushtetuese të votohen me 84 vota në parlament, për shkak se mazhoranca aktuale e ka këtë shumicë të cilësuar dhe kjo çon në kapjen politike të institucioneve të pavarura. Burimet të Partisë Demokratike thanë se opozita nuk do të jetë pjesë e rregullimeve kozmetike të draftit dhe ekspertët e saj nuk do të kthehen në mbledhje pa u zgjidhur me konsensus, formula që siguron zbatimin e përpiktë të rekomandimeve të Venecias për pavarësinë e institucioneve. Opozita propozon që prokurori i përgjithshëm dhe anëtarët e gjykatës kushtetuese të miratohen ose me 93 vota, ose opozitës të jepet e drejta të përjashtojë 2 kandidatë, siç është modeli i zgjedhjes së kreut të KQZ-s. Burimet e Ora News thanë se edhe ekspertë të tjerë veç Partisë Demokratike kanë këmbgulur në nevojën e ruajtjes së parimit të ndarjes së pushteteve, duke kërkuar një alternativë tjetër për zgjedhjen e anëtarëve të institucioneve kushtetuese. Po ashtu ekspertë të Komisionit të Posaçëm për reformën në drejtësi kanë propozuar që Venecias të dërgohen sërish 2 drafte të ndara, por propozimi nuk ka gjetur mbështetje, duke se bllokimi i punës ka nevojë për një ndërhyrje politike, të cilën vijon ta kërkojë me ngulm Lëvizja Socialiste për Integrim. Në momentin kur tavolina e ekspertëve do të kishte përthyerje të tilla, të cilat do të kërkonin aktivizimin e instrumenteve të tjera, sigurisht të gjithë me përgjegjësinë e lartë edhe politike po dhe shoqërore për t'i dhënë udhë reformës, do të kërkonte edhe instrumente të tjera, do ishim në vlerësim përbashkët të gjithë aktorëve dhe faktorëve për të parë dhe cilat do të ishin ato instrumente të tjera, cilat do ta mundsonin që pa diskutim reformat kryej dhe të kryejnë kohën e duhur, por megjithatë edhe me cilësinë e duhur. Partia Demokratike ka folur përmes ekspertëve edhe mbi atë që cilësohet qëndrim politik i saj. LSI ka shprehur nevojën e konsensusit me zërin e ministrit të drejtësisë dhe kreut të grupit parlamentar. Dhe Partia Socialiste është e vetmja forcë politike që deri më tani nuk është shprehur dhe që në parim nuk ka përfaqësi me ekspert në grupin e punës për reformën.